Alba ka mësuar të mos pres mirësinë e askujt, të mos varet nga asnjë dhe të mos lejoj kurrë që dikush ta vendos në radhë të fundit. Por ka ditur gjithashtu të marrë dhuratat e jetës, të vlerësoj çfarë ka dhe ta përdor atë për të ndier krenari, jo për të treguar tek të tjerët. Kur Limi i dha atë dhuratë, një dhuratë që kishte kushtuar 7.000 euro, Alba e mori me një ndjenjë të thellë të vetvlerësimin. Nuk ishte thjesht dhurata, ishte simbol i një marrëdhënieje që kishte vendosur të shënonte një moment të veçantë, një kujtim që do ta shoqëronte gjallë. Nuk kishte rëndësi çfarë mund të thonin të tjerët. Ajo e kuptoi se dhurata nuk ishte për dikë tjetër, ishte për të veten. Për të ndier fuqinë e saj, kontrollin mbi jetën dhe trupin e saj, dhe aftësinë për të marrë vendime që i bënin mirë, Alba e ndiu këtë dhuratë si një vulë të fuqisë personale. Gjoksi i saj, pjesë e identitetit të saj, tani ishte diçka që ajo mund ta tregonte me krenari. Nuk ishte për të impresionuar dikë tjetër, nuk ishte për të marrë vlerësime nga të tjerët, ishte për të kuptuar se sa larg kishte arritur. Çdo centimetër i saj, çdo zgjedhje, çdo gjë që kishte bërë deri tani, e kishte çuar te ky moment. Tani, kur mendon për të ardhmen, Alba nuk sheh më vetëm vetë. Ajo sheh mundësi. Mundësinë që dikush tjetër ta vlerësojë, ta respektoj, por jo ta kontrolloj. Mundësinë për të marrë dhuratat, për të ndier kënaqësi, për të festuar suksesin e saj, për të treguar krenarinë e vet. Ajo filloi të mburret me forcën e saj, me zgjedhjet e saj, me aftësinë për të marrë atë që i takon. Nuk ishte arrogant, ishte krenari. Një krenari që vinte nga vetvlerësimi, jo nga dëshira për të treguar tek të tjerët. Limi ishte vetëm një kapitull, një pjesë e historisë së saj. Ai i dha diçka që ajo e kuptoi se mund të përdorte për të kuptuar veten më mirë. Tani ajo ishte më e fortë, më e qartë, më e vendosur. Nuk kishte më vend për njerëz që nuk e vlerësojnë. Nuk kishte më vend për ata që nuk kuptojnë se sa shumë vlen ajo. Alba e dinte që dikush tjetër mund të vinte dhe të vlerësonte atë që ajo kishte tashmë. Por kjo nuk e bënte të ndalej. Nuk e bënte të humbte vetbesimin. Përkundrazi, e bënte të ndihej më e fuqishme. Çdo dhuratë, çdo vlerësim, çdo moment i lumturisë së saj ishte një hap përpara, një tregues se ajo kishte kontroll mbi jetën e saj dhe nuk do ta linte askënd të vinte dhe ta nxirrte jashtë rrugës së saj. Kur shikonte pas, Alba e kuptonte se çdo moment kishte qenë një mësim. Çdo marrëdhënie, çdo dhuratë, çdo shgënjim, çdo emocion e kishte bërë më të fortë. Dhe tani ajo ishte në atë pikë ku mund të thoshte me krenari: unë nuk jam më ajo që prisja dikë që të më vlerësoj. Unë e di vlerën time, e kam fituar vetë dhe nuk do ta humbas më për asgjë. Kjo dhuratë, kjo simbolike jashtme, ishte thjesht një shenjë e asaj që Alba kishte brenda, forcës, vendosmërisë, vetvlerësimin. Ajo nuk kishte nevojë për dikë tjetër për të ndier kënaqësi, por ishte një kujtesë e bukur që jeta i ofron shpesh mundësi për të festuar veten. Në çdo ditë që vinte, Alba e shikonte veten në pasqyrë dhe buzëqeshte. Nuk ishte vetëm bukuria fizike, nuk ishte vetëm dhurata, ishte ajo ndjenja e brendshme e fuqisë që kishte ndërtuar për veten. Ajo e kuptonte se çdo gjë që kishte arritur nuk ishte rastësi. Çdo zgjedhje, çdo vendim, çdo moment i guximit e kishte çuar te kjo pikë, dhe në këtë pikë, Alba nuk kishte frikë. Nuk kishte dyshime. Nuk kishte më pengesa që mund ta ndalonin. Ajo mund të kishte gjithçka që donte dhe nuk do të lejonte askënd të vinte e të minimizonte vlerën e saj. Çfarë kishte marrë nga Limi ishte simbol, por çfarë kishte fituar për veten ishte realitet i përjetshëm. Fuqia, krenaria, vetbesimi. Alba ishte e gatshme për gjithçka që vinte. Për çdo mundësi, për çdo sfidë, për çdo përjetim që mund ta bënte të ndihej e plotë. Ajo kishte mësuar se nuk kishte nevojë të mburret tek të tjerët, ajo mund të mburrej tek vetja, tek historia e saj, tek forcën që kishte fituar, dhe kështu, Alba ecën përpara, me kokën lart, me zemrën e fortë, me një vetbesim që nuk mund ta thyej askush. Çdo dhuratë, çdo moment, çdo fitore është një dëshmi e fuqisë së saj. Dhe ajo e di, ajo që vjen pas saj do të duhet të kuptojë dhe të respektojë atë që Alba tashmë ka fituar, veten.